Po, pyetja e parë është gjykata e posaçme, gjyqtarja e posaçme Irena Gjoka Shpata Maneku, sipas dokumenteve shtetërore të shtetit grek, rezulton e dënuar në Greqi, fakt të cilin ajo nuk e ka deklaruar as gjatë procesit vettingut dhe as në formularin e dekriminalizimit. Pasqyrimit të dhënave të rreme në formularin e dekriminalizimit me qëllim fshehjen e një dënimi të marrë, a përbën vepër penale, nëse po mund të na specifikoni, po sanksione administrative parashikojnë legjislacionin shqiptar, për shembull çmohet se ka integritetin e dur një zyrtar që mashtron shtetin shqiptar, duke mos pasqyruar të dhënat e vërteta në një dokument zyrtar. Zoti Kaso, kjo çështje u trajtua edhe gjatë raportimit që bëm në Komisionin e Ligjeve, po përbën vepër penale, unë edhe në raportin që ju lexova, në përmbledhjen e raportit, ishin 13 raste të cilat ne ja kemi referuar prokurorive të jurisdiksionit përgjithshëm, sa i përket deklarimit të dhënave të rreme në formularin e dekriminalizimit. Në çdo rast, kjo është praktika e punës, ka sankcion penal sa i përket kësaj çështjeje, sa i përket sanksioneve administrative, në çdo rast në përfundim të verifikimit, siç e parashikon ligji 138, rezultatin e verifikimit ja dërgojmë organit kompetent i cili ka kërkuar verifikimin, i cili vlerëson më pas ndërmarrjen e hapave të mëtejshëm që kanë të bëjnë me sanksionet administrative për subjektin që ka bërë deklarimin. Gjyqtarja e posaçme Irena Gjoka, sipas dokumenteve shtetërore të shtetit grek, rezulton e dënuar Greqi. Kjo është pyetja e dytë, fakt të cilin ajo nuk e ka deklaruar as gjatë procesit të vettingut dhe as në formularin e dekriminalizimit. Ju keni nisur një hetim për këtë rast. A ka një afat për përfundimin e procesit të verifikimit? Prokurori i përgjithshëm në rastet e denoncimeve që bën në kuadër të ligjit të dekriminalizimit, a është 6 muaj ky afat? Nëse po, mund na thoni pse po vonohet shumë kohë në tejkalim të këtij afati, përfundimi i këtij procesi, kur parashikohet të përfundojë ky proces nga ana juaj. Atëherë, ky proces nuk ka afat, çdo afat e zgjatën 3 muaj sa herë që është e nevojshme për të përfunduar në tërësinë e vet verifikimi, ligji na ngarkon për të bërë një verifikim të plot dhe me përfundimin e verifikimeve të plota t'ja dërgojmë këto përfundime të verifikimit, t'ja dërgojmë organit i cili ka kërkuar verifikimet. Në rastin në fjalë, çështjet lidhen me përgjigjet e letëporosive që nuk janë në dorën tonë, varen nga autoritetet e huaja. Ne kemi kërkuar që të dhënat të jenë të plota nga përgjigjet që ata dërgojnë në mënyrë që t'i shërbejnë të gjitha proceseve që lidhen me verifikimin përkatës, pra si për organin që ka kërkuar verifikimin, apo dhe për organet të tjera cilat mund të kenë nevojshëm dokumentacionin për të konkluduar më pas sipas kompetencës ligjore që kanë me procedurat përkatëse. Për sa i përket pyetjes së tretë, gjyqtarja e posaçme Irena Gjoka, sipas dokumenteve shtetërore të shtetit grek, rezulton e dënuar në Greqi, fakt të cilin ajo nuk e ka deklaruar as gjatë procesit të vettingut dhe as në formularin e dekriminalizimit. A ka patur Këshilli i Lartë gjyqësor apo SPAK në një komunikim institucional me prokurorin e përgjithshëm lidhur me këtë çështje? A ju kanë kërkuar në informacion dhe a keni shkëmbyer ju në informacion me to lidhur me këtë çështje? Sa i përket komunikimit, ne verifikimin është kërkuar nga Këshilli i Lartë gjyqësor, sa i përket komunikimit me SPAK dhe me ata kemi pasur komunikimet përkatëse, duke u dërguar materialet që lidhen me rastin. Ndërsa sa i përket komunikimet më mëtejshme me Këshillin e Lartë gjyqësor, nuk kemi pasur komunikimet më mëtejshme, megjithatë ajo që mund të them është që prokuroria e përgjithshme në rastin konkret është përpjekur të tregojë transparencë të plotë në raport me çdo që ka pasur interes për të marrë informacion, kështu që kushdo që do ketë nevojë të marrë informacionin, edhe organet të cilat janë duke e ndjekur rastin për çështjet të cilat janë në kompetencë të tyre, patjetër që informacioni do të përcillet, qoftë ajo i SPAK-u apo qoftë Këshilli i Lartë gjyqësor. Tani dhe pyetja e katërt. Cili është roli i drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit në këtë task force, pra lidhet me task force-ën e krijuar për zgjedhjet që ju e konsideroni task force, dhe çfarë rastet ka përcjell policia e shtetit për trajtim në këtë task force? Më sa ju kujtoni, a mund të na thoni a ka bërë policia e shtetit në referim prokurori mbi ndonjë kandidat majorancë socialiste, partisë në pushtet, apo për personat përfshirë në fushatën e partisë në pushtet? Apo të gjitha referimet ishin shpifje kundër opozitës nga punonjës të veshur me uniformën e policisë së shtetit?
Tani, ne, si që thashë dhe e parashtrova në fakt në përgjigjen që i bëra edhe kolegu tuaj, zoti Gjekmarkaj, ne ne ndërtuam, le themi, një mekanizëm të bashkëpunimit me të gjitha agjensitë ligjzbatuse, të cilat janë të përfshira në hetimin e krimit zgjedhor, duke përfshirë këtu edhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Në fakt, ajo që ju i referoni ka të bëjë me vitin 2025, unë i kam të paktën arrita të nxjerr shifra të cilat lidhen me kontributin që ka Policia e Shtetit sa i përket referimeve në këtë rast, e cila ishte patjetër një pjesë e rëndësishme e marrëveshjes për shkak edhe të kompetencave që ka. Atëherë mund t'ju jap një shifër që nga referimet që janë bërë, rezultojnë që në 127 kallëzime penale, nga Policia e Shtetit janë 72 rastet janë të referuar nga Policia e Shtetit. Pastaj kemi subjekte politike 10 raste, është nisur hetimi kryesisht në 11 raste, kallëzime nga shtetas janë në 7 raste dhe të ardhur materiale nga SPAK janë 27 raste. Sa i përket cilësisë, pra materialit për çfarë subjekte është bërë referimi konkret, unë nuk e kam këtë të dhënë sot që t'ju vë në dispozicion, është një dhënë që duhet marrë në çdo prokurori përmes një kërkese për dhënë informacioni sipas parashikimeve të kodit procedurës penale. Atëherë, pyetjet vazhdoj me zotin Bozdo.